Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Nëse vuani nga tensioni i lartë, duhet urgjent të hani këto ushqime në mëngjes. Ushqyerja e shëndetshme është një nga mënyrat më efikase për uljen e tensionit të lartë të gjakut. Mëngjesi është një vakt tepër i rëndësishëm për uljen e tensionit. Ky vakt përcakton funksionimin më të mirë të organeve, mbron gjithashtu zemrën, por edhe energjinë që i nevojitet trupit. Nëse dëshironi që të ulni tensionin e lartë të gjakut, atëherë ju duhet që ta nisni ditën me një prej këtyre alternativave. Shumica prej tyre janë të pasura me kalium, një mineral tepër i dobishëm për gjakun dhe për shëndetin e zemrës. Tërshëra është e pasur me fibra, e cila ju mban juve të ngopur dhe njëkohësisht ju frenon ndaj ushqyerjes së tepruar. Në qoftë se ju e mbani tërshërën në ujë gjatë natës, në mëngjes ju do të përfitoni sasitë maksimale të fibrave. Tërshëra mundet që të pasurohet me fruta, arror, fara dhe me mjaltë. Kosti dhe qumshti janë gjithashtu burime tepër të shkëlqyera të kalciumit, një prej mineraleve më të nevojshme për uljen e tensionit të gjakut dhe mirëmbajtjes së tij. Të dhënat gjithashtu këshillojnë konsumimin e kostit të shtëpisë dhe pasurimit të tij me fruta dhe mjaltë sipas dëshirës tuaj. Frutat. Është e vërtetë që frutat kanë sheqer i cili vjen në formën e fruktozës, por në fakt ato përmbajnë edhe fibra, minerale dhe vitamina. Bananët dhe gjithashtu portokallet janë të rekomandueshme sepse ato ofrojnë kalium, një mineral i cili e mban zemrën tuaj të shëndetshme dhe njëkohësisht ul edhe tensionin tuaj të gjakut. Farat e kungullit, farat e linit dhe njëkohësisht ato chia ofrojnë përfitime të shumta në qoftë se ato do të konsumohen rregullisht. Këto fara janë të pasura me kalium, vitamina dhe yndyrra tepër të shëndetshme. Ndërkohë, sipas ekspertëve, nëse vuani nga tensioni këto ushqime, nuk duhet i ndani nga tavolina juaj. Sipas të dhënave të Organizatës Botërore të Shëndetit (OBSH), numri i pacientëve të cilët vuajnë nga presioni i lartë i gjakut, i njohur në terminologjinë mjekësore si hipertension, është rritur ndjeshëm këto vitet e fundit duke shënuar të dhëna të frikshme. Mirëpo, ndërkohë, duhet të keni parasysh se ato i përkasin grup moshës 18 deri në 38 vjeç dhe kanë pranuar se kanë probleme me hipertensionin, i cili nëse nuk mbahet nën kontroll, mund të çojë në zhvillimin e patologjive të tjera si diabeti, sëmundjet kardiovaskulare dhe iktusi. Bollguri. Ky drith i shëndetshëm është i pasur në fibër, ai mban peshën dhe tensionin e gjakut nën kontroll. Ndërkohë i gatuani me ujë ose qumësht me pak yndyrë. Perimet e gjelbra. Kripa bën që trupi juaj të prodhojë ose të ruajë më shumë lëngje. Kjo gjithashtu çon në rritjen e volumit dhe të presionit të gjakut në arteria. Mbusheni pjatën tuaj me perime me gjethe të gjelbra si për shembull spinaqi, brokoli, kale e të tjerë. Për rritje të nivelit të kaliumit dhe gjithashtu ky mineral ndihmon në nxjerrjen jashtë të sodiumit nëpërmjet urinës, si edhe relakson muret e enëve të gjakut. Ndërkohë, nga ana tjetër, duhet të keni parasysh që të konsumoni frutat e pyllit. Pigmentet që u japin boronicave, luleshtrydhet ose manaferat, ngjyrat e tyre vijnë gjithashtu me një përfitim për enët e gjakut antokianina.
është një përbërës natyral i cili zgjeron enët e gjakut dhe njëkohësisht i bën ato që të jenë më fleksible, duke përmirësuar kështu shëndetin e zemrës. Kosi. Kalciumi është një nga lëndët ushqyese më të mira për tensionin e gjakut, sepse ato ndihmojnë gjithashtu në tendosjen dhe në relaksimin e tyre kur duhet. Kosi i ulët të gjithashtu në yndyr është një mënyrë e mirë për të shtuar kalciumi në dietë pa sheqerna të shtuara, pa yndyr. Doni t'i jepni më shumë vlera ushqyese kosit, atëherë shtoni disa fruta pylli në kos për një ëmbëlsi më natyrale dhe mbajtje nën kontroll më të mirë të tensionit të gjakut. Peshku i yndyrshëm. Një burim i mirë i kalciumit është peshku, si salmoni apo sardelet. Këto lloje peshqish janë të pasur në omega 3, acide yndyrore, këto të cilat mbrojnë shëndetin e zemrës. Studimet gjithashtu kanë treguar se peshku mund të ndihmojë në uljen e tensionit të gjakut. Gjithashtu, mund të konsumoni çokoladë të zezë. Rezulton që çokolada e zezë me të paktën 50 deri në 70% kakao mundet që të ofrojë një përbërës të quajtur flavonol. Gjithashtu, ashtu si me hudhrën, ky antioksidant mundet që të rrisë nivelin e oksidit nitrik dhe të zgjerojë enët e gjakut, duke ulur kështu presionin e rrjedhjes së gjakut. Nga ana tjetër, këtu ne do t'ju tregojmë edhe recetat më të mira, të cilat do të shërbejnë për të ulur tensionin e lartë në mënyrë natyrale. Tensioni i lartë i gjakut është një problem shumë i përhapur shëndetësor. Nëse nuk trajtohet siç duhet, hipertensioni mund të transformohet në një problem mjaft shqetësues, madje katastrofik, duke shkaktuar diabet, sëmundje kardiovaskulare, probleme me aftësinë e trurit dhe dështim të veshkave. Shumica e njerëzve të cilët vuajnë nga tensioni i lartë përdorin medikamente të cilat shoqërohen me efekte anësore përfshirë pagjumsinë, marramendjen apo kontraktime të muskujve, por ju mund të përdorni shumë thjesht edhe disa ushqime ose produkte të cilat i gjeni lehtë në shtëpi, siç janë hudhra, limoni apo uthulla e mollës. Nëpërmjet kësaj video do të mësoni këto receta natyrale. Receta e parë është ajo me lëng limoni. Do t'ju duhet ujë dhe një limon. Shtrydheni lëngun e një limoni në një gotë me ujë dhe pijeni atë çdo mëngjes përpara se të konsumoni ushqim. Limonët kanë aftësinë që të ruajnë fleksibilitetin dhe funksionet e enëve të gjakut, duke ulur kështu tensionin. Kura me hudhër. Hudhra përmban substanca sulfuri të cilat kanë aftësinë të ulin tensionin e gjakut dhe të largojnë toksinat nga kolesteroli dhe organizmi. Këto substanca stimulojnë prodhimin e oksidit nitrik dhe rregullojnë tensionin e gjakut duke i zgjeruar enët e tij. Duhet që të konsumoni 2 deri në 4 thelpi hudhër të freskët në mëngjes, përpara se të hani ushqim ose përpara se të flini. Kura me uthull molle dhe sot buke. Do t'ju duhet ujë, një maj lugë çaj me sot buke, një lugë gjelle me uthull molle. Udhëzimet. Uthulla e mollës përmban shumë minerale të dobishme si kalium, magnez dhe kalcium. Përzieni një lugë gjelle me uthull molle, një maj lugë çaj me sot buke dhe një gotë me ujë. Konsumojeni 2 herë në ditë për të patur rezultate më të mira. Informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.